Dënuar për vrasjen e 4 policëve në 1997, GKK rrëzon kërkesën e Fran Marashit për të dalë nga regjimi 41 bis. Gjykata e posaçme nuk ka pranuar kërkesën e të burgosurit Fran Marashi për të dalë nga regjimi 41 bis, ku është izoluar që prej 13 dhjetorit vitit 2024. Përmes një njoftimi, GKK bën të ditur se Marashi ka kohë 15 ditë për të bërë ankimimin në apelin e gjykatës posaçme kundër këtij vendimi. Fran Marashi, dënuar me burgim të përjetshëm, u izolua atëherë në 41 bis në Peqin për një periudhë një-vjeçare. Marashi është dënuar për vrasjen e 4 punonjësve të policisë në atë që njihet ndryshe dhe si masakra e urës vajgurore, ngjarje ndodhur gjatë razirave të vitit 1997. Por si ndodhi masakra? Pas një mitingu të Partisë Socialiste, forcat e policisë ktheshin në Berat me mjetet e tyre, kur janë qelluar me armë 150-200 metra larg vilës Protoduarve. Autoblinda e policisë ka ulur kapakët dhe është nisur për në drejtim të sheshit në qendër të qytetit, por pa bërë 50-60 metrë rrugë është goditur nga një predh antitank nga vila e Protoduarve. Dëshmitari okular Lulzim Nexhipi ka thënë se në këtë moment mbi blindin e policisë janë hedhur shishe me lëndjekse si dhe është parë lek lorja e Fran Marashi që kanë hipur në tank. Pas kësaj janë dëgjuar 2 gjuajtje të fuqishme dhe blindi ka marrë flak. Si pasojë kanë gjetur vdekjen duke u djegur brenda në blind policët Miltjadh Koçi, Arjan Shemuni, Aslan Selami dhe Ilia Bano, si dhe janë plagosur 2 policë, Thimi Tanku dhe Ydhi Dhamo. Nga ato shtonat u vra edhe një qytetar, Ilir Ban, i cili ndodhej në atë moment rastësisht. Sipas prokurorisë, autor të krimit ishin anëtarët e bandës drejtuar nga familja Protoduari. Njoftimi i GKK-s. Kërkuesi Fran Marashi, me datë 30/1/2026, ka paraqitur pranë gjykatës kërkesën me objekt kundërshtimin e urdhrit numër 620 datë 13/12/2024 të ministrit të drejtësisë për vendosje të regjimit të posaçëm të ushtrimit të drejtave në burgun e sigurisë së lartë të burgosurit Fran Marashi. Në përfundim të gjykimit, gjykata e posaçme shkallë së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar me trup gjykues të përbërë nga gjyqtari Erion Bani, bazuar në nenet 112 dhe 471.5 të kodit procedurës penale, si dhe vendimet numër 28 datë 16/12/2008, numër 11 datë 5/4/2013 dhe numër 4 datë 23/2/2016 të gjykatës kushtetuese dhe vendimi numër 119 datë 20/2/2026 vendosi papranueshmërinë e kërkesës penale me numër 119 regjistri themeltar datë 30/1/2026 me kërkues Fran Marashi me objekt shfuqizimin e urdhrit numër 620 datë 13/12/2024 të ministrit të drejtësisë për vendosje në regjimin e posaçëm të ushtrimit të drejtave në burgun e sigurisë së lartë të burgosurit Fran Marashi, pasi çështja ka mbetur pa objekt. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim brenda 15 ditëve në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimit organizuar, duke filluar nga ky afat nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi. Tiranë, datë 20/2/2026. Gjykata e posaçme shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar.